Në spitalin e përgjithshëm të Ferizajt që disa vite ofrohen shërbime gastroestinale të cilat përfshin gastroskopin e endoskopin. Diagnostifikimi bëhet përmes pajisjeve për gastroskopin e endoskopin, por krahas kushteve që nuk janë të mira në këtë repart, ka kërkesa të konsiderueshme të pacientëve. Si është mesatar. Zakonisht na caktojmë indikacionet për me bënë gastroskopin ose kolonoskopin. Nuk bëhet të gjithë pacientat, zakonisht vendoset si mbas të disa analizave, për shembull gjakun okult ose pacientat që janë moshë të shtyrë, që kanë humbje peshe dhe që kanë ankesa për një kohë të gjatë. Këtu zakonisht lista e pritjes nuk është e gjatë, domethënë zakonisht kryhen brenda javës, domethënë caktohet brenda javës kryhet edhe endoskopia. Merret biopsia. Zakonisht kryhet endoskopia diagnostike, jo intervente. Nuk jem të kënaqur, definitivisht nuk jem të kënaqur. Kushtet janë siç po shihet, një hapësirë të ngushtë, pa ndriçim natyral, megjithëse kemi një klimë këtu që bën aerosin, por aerosia bëhet prej korridorit, jo, nuk vjen ajri pastër prej jashtit. Kështu që her pas here këtu krijohet një atmosferë, domethënë një ajër jo i këndshëm, edhe kushtet kishim dashur me qenë më të mira, po nuk janë këto çka janë. Zakonshëm mos konsumimi i ushqimit të shëndetshëm krijon probleme shëndetësore të kësaj natyre, ndërsa moshat më të shtyera janë rastet më të shpeshta që marrin shërbime të gastroenterologjisë. Me rujtë smundjeve gastrointestinale, pacientët duhet të ushqehen me ushqime të lëngshme. Gjithashtu ata duhet të jenë të kujdesshëm edhe në përdorimin e preparateve siç janë disa tableta, për shembull diklofeni, që nuk ndikojnë mirë në sistemin gastrointestinal. Duhet të largohen edhe nga ushqimet të thata, normalisht vazhdimisht duhet ushqime të shpejta. Këto janë ato që më shumti duhet me pas kujdes pacientët me probleme gastroenterologjike. Njerëzit janë më shumë të vetëdijshëm, ata pak a shumë e dinë që shumica e popullatës e dinë që si duhet ushqemi me ushqime tradicionale, duke u larguar ushqimeve të shpejta dhe të thata. Moshat që janë më të prekura janë moshat e vjetra, për shkak problemeve kronike. Këto janë ato që janë më shpeshta. Ushtrues detyre i drejtorit në këtë spital ka treguar se reparti i gastroenterologjisë dhe disa reparte të tjera përballen me mungesë hapësire dhe infrastrukturë jo të mirë. Krahas kësaj, përgjatë muajit prill janë realizuar 14 gastroskopi. Kena kufizime ka infrastruktura, ka hapësira, kena kufizime që thamë edhe në pajisje mjekësore, kemi kufizime edhe në resurse humane, po megjithatë llogarisht që bëhet një punë e madhe për këtë kolektivi këtu që jem, me atë sa është e mundur. Realisht, në gastroskopi, pak a shumë është një ritëm i ngjajshëm muaj pas muaji, po për shembull nëse mundna me folë të muaji i prill, jam realizuar 14 gastroskopi, ndërsa te kolonoskopia 10, ehokardiake që kam marrë që edhe kjo u rifillu vitin e kaluar, 77 realizume. Gjithashtu punsionet pleurale dhe abdominale 16-12, edhe cistoskopi edhe kjo është si metodë endoskopike 9. Në spitalin e Ferizajt, pavarësisht kushteve jo të favorshme, kryen me qindra shërbime të suksesshme për pacient nga qytete e rajone.